Kjo autostradë parashihet të përurohej në fund të vitit 2020. Nuk duket të jetë askund në sipërfaqe as tash që jemi në prill të vitit 2026. Ne besojmë në do të bëjmë kry mas largu me në vitit tash. Kjo autostradë parashihet të përurohej në fund të vitit 2020, mirë po finalizimi i këtij projekti nuk duket të jetë askund në sipërfaqe as tash që jemi në prill të vitit 2026. Madje, kryeministri Albin Kurti në verën e vitit 2023 i uronte qytetarët për këtë projekt, i cili siç thoshte ai do të kryhej në fund të atij viti. Autostrada Prishtinë-Gjilan ka filluar të ndërtohet në muajin prill të vitit 2018. Gjatësia e kësaj autostrade është 22.8 km dhe parashihej të përfundonte brenda 30 muajve apo në fund të vitit 2020. Ministri i Infrastrukturës në atë kohë Libor Naliu kishte pranuar se premtimi i kryeministrit Albin Kurti për përfundimin e autostradës Prishtinë-Gjilan brenda vitit 2023 ishte bazuar në informacione të pasakta. Zotimi i Kurtit se autostrada Prishtinë-Gjilan do të përfundonte dhe hapej atë vit, madje ishte përmendur data 28 nëntor, ka qenë një gabim. Premtimi ka rezultuar i pasakt pasi kryeministri është vënë në lajthitje nga raportimet tona si ministri duke ju besuar përqindjes së progresit të raportuar në fund, kishte deklaruar ai. Ndërkëtë, gjatë vitit 2024, arsyetimi i qeverisë ka qenë se projekti është përballur me një sër pengesash përfshirë rrëshitje të dheut, riformatim të kontratave dhe zgjerim të sipërfaqeve për shpronësim. Gazeta Insideri lidhur me këtë çështje ka komunikuar edhe me zëvendësministrin e Infrastrukturës dhe Transportit, Zef Morinën, i cili ka thënë se vitin e ardhshëm kjo autostradë do të përurohet. Ky projekt ka filluar me u ndërtu në vitin 2018, pranë totali bjen që 8 vite. Kur do të finalizohet ky projekt? Na para një javë kemi bërë inspektimin e punimeve dhe kemi kërku prej menaxherëve dhe kompanive me na punë një raport për punë të kryme. Na kemi pa gjendjen në teren, po dëshojmë me pa dhe gjendjen letra si është. Edhe me shiqu me marë masa, ne besojmë në do të bëjmë kry mas largu me në vitit tash. Mos të marrim komplet, se shqa. Puna është, aty kishte me shumë rapa, sidomos në një pjesë, loti 5, 6 dhe 7 ishin mas shumë. Ndërsa kjo kur në shohët në tërësi do të me unë gjitha lotët. Masi ta marrim materialin tërësi dhe ta bëjmë një analizë, në besojmë që me në një javë ose 2 do dalim me një qëndrim si me vepru. Pa tjetër me në vitit arshë me vepru. Pse ka pasur këtë shumë vonica? Po ka pas, sepse ka pas shumë ndryshime në projekt, skarpatat kanë qenë shumë të larta, ka pas shembje dhe ka pas probleme pronësore, probleme klimatike, për që kanë linë disa pengesat të cilat nuk kanë qenë të parapara gjatë kontraktimit dhe gjatë ekzekutimit. Tash ne do të me bëni një strategji, një mundësi të veprimit që me eliminu ato dhe me startu me gjitha punë në mënyrë që me kriju një plan dinamik i cili do të me në dhënë të mundshme që vitin arshëm më mbyll. Edhe kjo edhe rruga Dolzit. Dolz Gjaku. Pse është ndarë ky projekt në shumë llote? Po është ndarë sepse ka qenë shumë voluminoz, edhe na kemi në atë kohë, më thonë, ministria ka vendosur që kompanitë vendosën me punua, kupton? Mos me thonë si ka qenë rasti autostrada Ibrahim Rugova ose Arbër Gjaferi, por nuk ka qenë problemi, edhe te kompanitë ka pas probleme të natyrave të ndryshme, të cilat ne tani duhet t'i analizojmë që mos vendodhen. Momentalisht sa kompani janë duke punu për këtë projekt? Aty, nuk të zgaboj, kanë qenë dikun 6 kompani, sepse 7 lote janë, për njëna po thuja ka kry, prafërsisht kjo pjesa parë ku lidhet me rrugën për Frizaj, ndërsa këto tjerat janë në fazën janë ende mrapa, dhe më thonë. Lotin 7 për shembull, pjesa ku është dashur me kriju gërmim ka që është lartësia dikon mbi 50 metra. Kanë qenë të parapamur disa pengesa të cilat janë paraqit gjatë ekzekutimit.